juve bet fjalë për prokurorin e rrethit gjyqësor të Fierit. Po, më dëgjon? Nuk dëgjon, kam përshtypjen që ka një problem me audio në Xhemili që ndërpreu raportimin. Bëhet fjalë për nipin e Agronka Planajt, ju po e shihni në këto momente, dhe për gjykim është dhe shoferi i Agronka Planajt, pra ata afërmit e Agronka Planajt dhe shoferi i tij, të cilët akuzohen se kanë ushtruar dhunë ndaj oficerëve të BKH-s në 15 prill të këtij viti gjatë një operacioni të këtyre oficerëve në zonën pranë qytetit të Fierit. Nuk e di nëse e kam kolegun Xhemil Behare, dua edhe një tjetër konfirmim nga regjia, të lutem. Nëse jo, po ndalem tek njoftimi i bërë nga prokuroria. Goditën oficerët e Byros Kombëtare të Hetimit, prokuroria e Fierit dërgon për gjykim shtetasit Claudio Kaplane, Ledion Kaplane dhe Geraldo Kolçaku, ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar dosjen në gjykat. Po, Xhemil, mund të avijosh raportimin, dëgjohesh shumë mirë, komunikimi është shumë i mirë. Të lutem, vazhdojmë. Atëherë, prokuroria e rrethit gjyqësor të Fierit pas 5 muaj hetimesh ka dërguar në gjykatë dosjen që bën fjalë për shtetasit Claudio Kaplan, Qaku, të cilët akuzohen për vepër penale goditje për shkak të detyrës në bashkëpunim parashikuar nga neni 237 fraksion 3 dhe 25 të kodit procedurës penale. Bet fjalë për ngjarjen e datës 15 prill të 2025-s, ku ka qenë në fushat elektorale, ku forcat, pra agentët të BKH-s, kishin ardhur në Fier për të zhvilluar një operacion. Ata kishin ndaluar para godinës së administratës në parkingun e kompanisë private të vllajt të Agronka Planajt. Aty ata kanë ndeshur me rojen, i cili u ka komunikuar që duhet të lirojnë parkingun. Pastaj më pas ka patur debat verbal, nuk janë prezantuar, siç u thanë atë kohë anëtarët e BKH-s. Kjo ka bërë që të debatojnë. Debati midis rojes, punonjësve të administratës, një punëtori të administratës, ka bërë që dy personat e tjerë, dhe në momentin që është larguar agentët e BKH-s, janë ndaluar të rreth rrotullimi i lagjes një maj tek ish parku industrial, dhe kanë debatuar në atë kohë, dhe siç thanë personat e ndaluar, një agent i BKH-s u ka nxjerr pistoletën, aty ata kanë debatuar verbalisht dhe janë qelluar. Kjo ka bërë pasaj që pas denoncimit që ata ka bërë në drejtorinë e policisë vendore të Fierit, të shkojnë forcat të policisë dhe të kryejnë shoqërimin e tyre. Në atë kohë, pra në ditën e ngjarjes, dhe Agronka Planaj, ish kryebashkiaku i Mallakasës, ka dalë në një konferencë për shtyp për mediat, ku ka pohuar se agentët të BKH-s nuk janë prezantuar punonjësit të kompanisë, çka ka bërë pasaj që të degenerojnë në sharrje në ofendime dhe në sherr. E qartë. Xhemil, faleminderit për informacionet e përcjella.